ВМРО DPMN nuk sheh arsye për takim të ri liderësh. Parlemrimin për takim e përmendi kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, duke kërkuar bashkim për rrugën evropiane. Venko Filipçe да не ги користи приликите за лидерска средба за да си го крева рейтингот. Лидерска средба имаше само пред еден месец и сметаме дека нема потреба за истото. Доколку Филипче сака да си прави средби со своите коалициони партнери, може да го направи тоа со Али Ахмети, со Таравари или со Димча Пасиев, бидејќи тие се исти луѓе со исти вредности. Nga partneri i koalicionit qeveritar, vlen njoftojnë se së pari do të presin ftesën nga Filipçe e pastaj do të vendosin nëse do të marrin pjesë. Personalisht nuk kam parë ende një ftesë, nëse ka ftesë të tillë duhet ta shqyrtojmë, por këtë e shoh në nivel të suazave normale të politikë bërjes në vendin tonë. Partitë shqiptare takohen në nivel kryetarësh për ata që bashkëpunojnë mes vete, partitë maqedone po ashtu. Do shohim e do bëjmë. Nga LSDM theksuan se presin angazhim nga të gjitha partitë në agjendën reformuese, duke shtuar se si opozitë konstruktive do të vazhdojnë të japin propozime edhe pse shumica prej tyre janë refuzuar. На седница на Националниот совет за евроинтеграција со кој председава и председателот на СДСМ доктор Венко Филипче ќе предложи конкретна агенда која ќе биде составена од најважните точки поврзани со реформскиот пат и националните интереси, за кои секако треба да бидат вклучени сите најголеми политички партии. Kryeministri Kristian Mickovski është takuar me Venko Filipçen para një muaji në qeveri, pas çka u formuan dy grupe pune, njëra për reformat në gjyqësor dhe tjetra për energjetik.